Rahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar televizionistë të televizionit Koha, mirë se vini në emisionin Mesazhe Ramazani 2025. Jemi në një xhami të veçantë në një natë të veçantë, jemi në xhamin e Rinis, në natën e 27 të muajit Ramazan, natën e Kadrit. Bashkëbisedimi jon do të jetë me imamin e kësaj xhamie, Hoxh Ibrahim Alia, me të cilin do të bashkëbisedojmë për vlerën e natës së Kadrit. I nderuar i Hoxh, mirë se vini në emision. Mirë se u gjeta. Atëherë, çka është nata e Kadrit? Zakonisht, në fillim, falenderojmë Allahun xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, i cili na e mundsoi të jetojmë këto ditë të muajit të Ramazanit, dhe me lutje përsëri të Allahu xhelle shanuhu që të na e kishte pranuar të gjitha ibadetet që në bën gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, pasi jemi në ditën e 26 apo e presëm natën e 27, dhe zakonisht themi salatet selamet qofshin për Muhammedin alayhi salatu wassalam, i cili na mësoi se si duhet ta jetojmë jetën në përgjithësi e netet e veçanta në veçanti. Ne sot gjendemi në një ditë të muajit të rëndom të Ramazanit, pra dita e 26, mirë po ajo që na e bën të veçantë këto ditët, ose ne nata që do ta fillojmë sonte, pra nata e 27, e veçon këtë natë nga netët tjera të muajit të bekuar të Ramazanit. Çka është nata e Ramazanit, ajo që e bëni ju si pyetje? Unë do të mundohem të jem më i shkurt, sepse të flasësh për natën e Kadrit, ose çka është nata e Kadrit, ka fjalë të shumta, sepse janë net të mëdhaja për të cilat Allahu xhelle shanuhu na ka treguar ose na ka mësuar me Kur'an. Na i ka treguar këto net me Kur'an. Për atë arsye, do mundohemi që të jemi sa më të shkurt, sa më të qartë për të kuptuar teleshikuesit ose besimtarët se çka është nata e Kadrit. Do e ndaj definimin e natës së Kadrit në di drejtime ose di aspekte, në aspektin historik dhe në aspektin fetaro-shoqëror. Nëse ndalemi në histori se çka është nata e Kadrit, është një natë në të cilën Allahu xhelle shanuhu në muajin Ramazan bëni lidhjen e cila lidhje kishte një ndërprerje të gjatë mes qiellit dhe tokës. Pra, në natën e Kadrit zbriti edhe zbresa e fundit ose libri i fundit që kishte caktuar Allahu xhelle shanuhu për t'ia zbrit njerëzimit, domethënë nga Lauhi Mahfudhi në Beitul Izze, ose nga qielli i 7 në qiellin e parë. Pra, në këtë natë Allahu xhelle shanuhu bëni lidhshmërinë e përsëritshme, sepse kishte pas lidhshmëri mes qiellit dhe tokës në kohën e Musës alayhis salam, kishte pas lidhshmëri në kohën e Isës, kishte pas lidhshmëri edhe në kohën e pejgamberëve tjera. Pejgamberëve tjerë kishte një ndërprerje disa vjeçare, dhe në këtë kohë, pra në natën e Kadrit, para 1400 viteve, në momentin kur Muhamedi alayhi salatu wassalam i bën 40 vite, cakton Allahu xhelle shanuhu në këtë natë të Kadrit ta zbres librin e fundit të zbritur në tokë, pra Kur'anin, nga Lauhi Mahfudhi në Beitul Izze. Pra, aspekti historik i kësaj, ose çka është nata e Kadrit, në aspektin historik, është lidhshmëria që bëni Allahu xhelle shanuhu mes qiellit dhe tokës me librin e fundit që kishte caktuar ta zbres për shoqërinë njerëzore. Ndërsa aspekti fetaro-shoqëror është se nata e Kadrit është natë e rahmetit. Allahu xhelle shanuhu lishon rahmet në natën e Kadrit. Ai shlon në gjithë Ramazanin, ai shlon edhe në shumë net tjera. Megjithatë, rahmeti në natën e Kadrit është një rahmet i cili përfshin shumë besimtarë, ose mund të thënë gjithë besimtarët që i drejtohen Allahu xhelle shanuhu me lutje për falje, Allahu zbret rahmetin dhe i fal. Po ashtu do të ndaj edhe këtë mendim
nata e kadrit në aspektin shoqëror, fetaro-shoqëror, është edhe nata në të cilën Allahu Gjellëshanuhu cakton fatet e njerëzive për vitin, dhe me thonë nga nata e kadrit, ose nga ki vit deri vitin e ardhshëm, sepse caktimet e njerëzive janë të shkruara prej ezelit, mirë po kur vin nata e kadrit, Allahu Gjellëshanuhu cakton kaderet e njerëzive se si duhe kënë fatin ose çfarë kaderi do të kesin për gjatë ati viti. Për atë arsye e ndajtëm se çka është nata e kadrit edhe në aspektin historik, edhe në aspektin fetar-shoqëror, për arsye se çdo natë e madhe ose çdo ndodhi e madhe patjetër të ketë diçka që lidhet me aspektin historik, sepse ajo çka e bën të madhe diçkajnë, patjetër se të kishte ndodhur diçka në të kaluarën. Ajo që e bën më të madhe, e në cilën ne tash do të flasëm edhe për vlerën e natës së kadrit, është ajo që Allahu Gjellëshanuhu me Kur'an e vlerëson këtë natë të kadrit, ashtu siç e përmendën edhe në suratul Kadr. Pasi e kuptuan çfarë është natë e kadrit, atëherë do të ketë edhe vlerë të madhe. Patjetër. Në aspekt fetar, islam, sendeve vlerë u japin ndodhit. Sendeve ose nedve, ndodhive u japin vlerë ajo që e bën atë të vlefshme. Natën e kadrit e bën të vlefshme ajo që përmendëm më herët në aspektin historik, se Allahu Gjellëshanuhu caktoi në natën e kadrit ta zbret Kur'anin, të filloj zbritja e Kur'anit. Dietarët kanë thënë kështu: çdo send që lidhet me Kur'anin, Allahu Gjellëshanuhu e vlerëson. Në suratul Kadr, për shembull, Allahu Gjellëshanuhu tregon se në natën e kadrit zbresin me lajqet dhe me ta Xhebraili. E dallon Xhebraili. Allahu e ka dalluar Xhebrailin. A thua vallë pse? Sepse Xhebraili e pat për detyrë ti sill shpallën tokë, e pat për detyrë ta sillë Kur'anin, dhe lidhshmëria që i bëhet me Kur'anin e bën diçka të veçantë. Muhamedi a.s. u bë i veçantë sepse ishte prej pejgamberëve, më i zgjedhur i pejgamberëve, sepse e pranoi Kur'anin. Nata e kadrit e merr vlerën e madhe sepse në të zbret Kur'ani nga Lohi Mahfudi në Beitul Izze. Ndërsa ajo që e bën më të madhe natën e kadrit është ajo që e thash përsëri në potencimin e parë. Është shumë lehtë për ne hoxhallarët të flasëm për netët për të cilat ka treguar Allahu Gjellëshanuhu në Kur'an. Për natën e kadrit Allahu zbriti sure për ta. Tha inna enzelnahu fi lejletil kadr. Ne me të vërtet e zbritëm ato, pra Kur'anin, në natën e kadrit. E tha në një ajet tjetër në këtë sure: lejletul kadri khairum min elfi shehr. Vlera e natës kadrit s'ka kush mund ta vlerësojë më shumë se sa e ka vlerësuar vetë Allahu Gjellëshanuhu në Kur'an. Askush nuk mund të tregojë se sa është e madhe dhe çfarë vlerë ka nata e kadrit përpos asaj që ka thënë Allahu Gjellëshanuhu në Kur'an. Çka ka thënë? Ne shpesh bëjmë gabim dhe themi se vlera e natës së kadrit është sa me bë punë 83 vite. Nuk ka thënë Allahu sa punët e 33 viteve, po ka thënë më shumë se 83 vite. Khairum min elfi shehr. Pra vlera e natës së kadrit është më shumë se sa 83 vite të bësh ibadet. Kjo ka një lidhshmëri edhe me jetëgjatësinë e njerëzve që kanë jetuar në kohët e mëparshme, ndërsa ne jetën e kemi të shkurt. Ummeti i Muhamedit alayhis salam jetën e ka të shkurt. Allahu Gjellëshanuhu ka dhënë mundësi që njeriu me pak vite të arrijë vlera të mëdha, me pak vite të bëjë punë të pakta të vlerësohen shumë. Pra nata e kadrit i jep një mundësi njeriu që me pak punë, me pak kohë të Allahu Gjellëshanuhu të arrijë shumë sevape ose vlerat mëdha. Pra me di ajete kuranore e vlerësojmë natën e kadrit me atë që e ke vlerësuar Allahu Gjellëshanuhu, se është më e vlefshme se 1000 muaj, dhe e dita përsëri ajeti kuranor thot: tenezzelul melaiketu warruhu fiha bi idhni rabbihim. Në natën e kadrit zbresen me lajqet. Është nder për gjithë besimtarët
Ne me laqe për çdo herë kemi me ne. Nuk ka vend ku nuk ka me laqe. Nuk ka njeri ku nuk i ka me laqe, që prezentojnë me ta, që shkruajnë, bëjnë detyrat, i kryjnë obligimet e tyre, shënojnë çka bën njeriu. Nga shënimet që bëjnë me laqet formohet fletorja e veprimeve, formohet ajo për cilën kur do del njeriu para Allahut xhaleshanuhu, do i thohet vetëm lexoje librin tënd, nuk ka nevojë askush që lexojë librin vetë njeriu, ai vetë do lexojë, sepse me laqet kanë shkruajt, në natën e 4 zbresën me laqet për të lutur për njerëzit. Kjo e bën natën e 4 shumë të madhe, se në këtë natë dhe me thonë zbresën me laqet dhe luten për njeriun. Me laqet lutet për mu, luten për ti, luten për gjithë besimtarët. A ka nder më të madh? A ka vlerë më të madhe si kjo natë kur me laqet janë shërbimin e njeriut? Pra zbresin dhe me ta krije me lajkja. Kush Xhebraili, ai që ka prokuronin, zbret dhe urojnë që ajo natë tjetë në selam, urojnë që ajo natë tjetë paqë. Nga e nxjerrim ose çfarë paqe kërkojnë me laqet? Kërkojnë që njerëzit të jenë të falur, njerëzit të jenë xhenetli, njerëzit besimtarët kur shkojnë para Allahut xhaleshanuhu të jenë të falur dhe Zoti t'u thot urdhoni hini në xhenetet e përgatitura për ju se besimtar. Pra kjo është, ka dhe shumë momente tjera që mund të paraqesen atë çka e bën natën e 4 vlefshme, por unë shfrytëzova dia jetë kuranore për definuar se si Allahu e ka ngrit këtë natë dhe e ka bën të vlefshme ose e ka bën më të mirë se 1000 muaj. Kur është kjo natë dhe çka duhet të veproje besimtari në këtë natë? Zakonisht, ose nëse bëjmë lidhshmërinë e diajeteve kuranore, inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne Kuranin e zbritëm në natën e 4. Dhe ajetin tjetër që ne e kemi treguar gjatë gjithë muajit Ramazanit ose në fillim të ditëve të Ramazanit, shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazanit kusha është muaj në të cilin Allahu xhaleshanu e zbriti Kuranin, vim në përfundim se nata e 4 patjetër të jetë në muajin e Ramazanit. Dhe besimtari ka për obligim nëse don ta takojë këtë natë madhe ose këtë natë në cilën veprat vlerësohen më shumë se 1000 muaj, duhet ta kërkoje në gjithë Ramazanin. Mire më, por çdo sen ka ajo e përgjithshmja, pastaj vinë duke u konkretizu. Hadithet e Muhammedit alayhi salatu wassalam na e konkretizojnë, ose praktika e Muhammedit alayhi salatu wassalam na e konkretizon. Dhe me thonë Muhammedi alayhi salatu wassalam na ka treguar në hadithet e tij, kërkojnë natën e 4 në 10 ditëshin e fundit. Pra e para është se ajo gjendet në muajin Ramazan. Vinë konkretizimi se ajo është në 10 ditëshin e fundit. Ka hadithe tjera përsëri që na e konkretizojnë, lip në ata në ditët tek të 10 ditëshit të fundit. Dhe ne e kërkojmë në gjithë Ramazanin. Ne jemi ibadetxhi permanent gjatë muajit Ramazanit, besimtari duhet të jetë kështu. Pastaj e shton ibadetin e tij në 10 ditëshin e fundit. Ishte një traditë e mirë të shokët e Muhammedit alayhi salatu wassalam që duhet ta kthejmë përsërinë, e sidomos në këtë ditë kur netët e Ramazanit i kemi gjatë muajve të dimrit, ku nuk kemi shumë të lodhur me punët gjatë ditës, nuk kemi punë fizike shumë, që të aktivizohet edhe itikafi, qëndrimi në xhamia, sepse shtohet ibadeti edhe gjatë natës. Pejgamberi sallallahu e konkretizoi natën e 4 duke qëndruar 10 ditëshin e fundit në xhamia ose shokët e Muhamedit sallallahu. Kërkimi i natës së 4 në netët tek 21-shën, 23-shën, 25-ën, 27-ën dhe 29-ën. Dhe hadithet e Muhammedit alayhi salatu wassalam me kalkulime të ndryshme kërkojnë natën e 4 në 27-ën natë të muajit të Ramazanit. Pra, nga e përgjithshmja vim të një përcaktim ose konkretizim në natën e 4. Po nuk kanë ardhur në ujdi ose nuk ka bashkim mes dietarëve se nata e 4 është në natën e 7. Edhe pse ne mundohemi ta kërkojmë ata, por për ne është obligim që natën e 4 ta kërkojmë në muajin e Ramazanit, ta kërkojmë në komplet muajin e Ramazanit, ta kërkojmë në 10 ditëshin e fundit dhe ta kërkojmë në netët tek të 10 ditëshit të fundit. Unë do jap një vërejtje që ne e kemi bën si tradit, që nuk na takon dhe nuk është mirë. Nuk manifestohet nata e 4. Ne si duket natën e 4 mundohemi më shumë ta manifestojmë, ta jetojmë.
Nata e Kadrit përjetohet, në natën e Kadrit është nata e rahmetit, që ne duhet kërkojmë falje të Allahu xhaleshanu. Dhe nëse ne jemi gjatë muajit Ramazanit permanent ibadetxhi, nëse gjatë muajit Ramazanit permanent ne bëjmë sevape, gjatë muajit Ramazanit permanent kërkojmë falje të Allahu xhaleshanu, në 10 ditëshin e fundit ose në natën e Kadrit duhet pak ta shtojmë. Domethënë, nëse ne të tjera kemi bën një traditë të bëjmë direqat, nafile ose namazin e teraviz, ta falim dhe pas namazit teraviz që është një namaz i gjatë dhe mjafton për muajin e Ramazanit. Edhe kemi bën një tradit para sifilit të bëjmë një direqat namaz për hir të muajit Ramazanit. Mjaftojnë. Nuk ka nevojë ne të konkretizojmë vetëm natën e Kadrit, ndoshta nuk do të flim gjumë fare se atë natë duhet ta kërkojmë natën e Kadrit, tamam vlerësojmë, e pam se vlera është e madhe. Megjithatë, Allahu vlerëson punën e pakt e të rregullt. Nuk do mund të ne, po themi kështu, të bëhemi të tillë që do të mundohemi të mashtrojmë vetëm, o thomë Allahun se nuk na gjan, themi kështu, të mashtrojmë veten me natën e Kadrit, edhe natën e 28 nuk shkojmë në xhami. Natën e 29 e kryejmë obligimin natën e Kadrit, na fali Allahu xhaleshanu. Po unë jam i bindur se Allahu na ka falë në natën e Kadrit. Por ajo që jep rezultat se na ka falë Allahu xhaleshanu dhe nuk jemi të ngarkuar ne me mëkate, është vazhdimësia e punëve të mira që duhet të vazhdojmë edhe pas natës së Kadrit. Për atë arsye, është mirë ta largojmë idenë e bërjes së natës Kadrit aheng, bërjen e natës së Kadrit fest, urimin e natës së Kadrit. S'ka nevojë ta urojmë natën e Kadrit. Natën e Kadrit ne duhet lutemi. Na e mësoi Hazreti Aisha e pyeti Muhammedin alayhi salatu vesselam, o pejgamberi i Allahut, çka të bëjmë natën e Kadrit nëse mendojmë se sonte është nata e Kadrit? Ai dini sa thjesht. Ai dini sa thjesht. Jam mësoj një dua, e cila dua, nëse ne e arrim atë dua, s'na duhet tjetër se. Marr shkruajmë ku bën çka çreqate, ku lexoj kaç Kur'an, ku bën kaç. Kur'an kemi lexuar tën muajin e Ramazanit. Kur'an kemi lexuar, jemi fal tën muajin e Ramazanit taravih. Ka 20 recat plus pas jacie. I tha thuje këtë fjali, Allahumme inneke afuvun, tuhibbul affe fa'fu anni. O Allah, ti je falës, e don falen, ma fal mua. Nuk i tha bën falët të natë. Shkurt, qartë, precis. Sepse çka na duhet? Çka duam ne? Prej natës Kadrit, çka kërkon muslimani? Falje. Numër? Jo, falje. Me falje ta meritojë xhenetin. Këtë mësoi Muhamedi, ulu edhe kërkoje faljen të Allahu xhaleshon. Kjo mjafton. Unë nuk ndali nëse permanent ti lexon Kur'an, lexon atë natë. Unë nuk them mos bën namaz, nëse gjatë gjithë muajit Ramazanit ke bën namaz, bën namaz. Por për hir të natës Kadrit shpeshtoa këtë lutje, dhash Zoti i nga falsit. Atëherë nëse të ka falë Allahu, kjo është merita më e madhe që mund të meritojë besimtari nga muaji i Ramazanit dhe nga ajo që duhet të falet prej natës Kadrit. Do e përfundoj këtë, do e lënë si mesazh. Me atë që erdhi Muhamedi alayhi salatu vesselam tu tregoje shokëve të tij, sahabëve se kur ishte nata e Kadrit, të tregohet se një zënk mes di sahabëve, mes di njerëzive, e bëri që Muhamedi alayhi salatu vesselam të harroj se kur ishte nata e Kadrit. E harroj t'ju tregoj. Ishte caktim prej Zotit xhaleshonu, po është një mësim për ne. E që ne kemi si problem dhe para të arsye fale nuk na vin. Largoheni zënkave. Përderisa kemi zënka, përderisa kemi mosmarrveshje, përderisa kemi probleme shoqërore, familjare, mes nesh, sa do që të numrojmë dhe të mbushim fletën tonë me ibadetet që kemi bërë muajin e Ramazanit, fale nuk na vin. E para që duhet të bëjmë, të largohemi zënkave, e dyta, nëse duam neve të na falë Allahu xhaleshanu, ne t'i falim tjerët. Nuk është fetar, nuk është e ndershme, nuk është e sinqert, ne të kërkojmë prej Zotit falje, a ne mos t'ja falim e nesit Ibrahimit ose Hasanit. Nëse ne do të mbështetim dhe të kërkojmë falje të Allahu, para prakisht ne të në o Allah, vakëm falë gjithë besimtarve. S'kajnë hak të une, o Allah falva, shtin xhenet. Atëherë Allahu dhe na falë neve dhe për hir falës që ne e kemi bën,
inshallah dhe na fale. Ama të bëhemi egoist, o Allah, dënoj ato që na kanë bën dom neve, e falëm mu, kështu nuk shkon. Unë bëj lutje të Allahu Gjellëshanuhu, që Allahu të na mundsoj të jetojmë këtë natë, tjetë kjo nata e Kadrit, të na përgatite që ne, paraprakisht, të jemi ne ta meritojmë falin, t'i falim të tjerët dhe nga nata e Kadrit, nga kjo fale, Allahu Gjellëshanu të na mundsoje që ne t'jemi njërës tjerë, t'jemi njërës më të butë, t'jemi njërës ta kërkojmë tonën, po nga jo rrugë që e meritojmë ta marrëm tonën. Ju faleminderit shumë, ishte nder t'ju kemi në emisionin tonë, ju falenderojmë edhe për ta mesazhe kaq të bukura që na dhat pikërisht në këtë natë të veçuar, në natën e Kadrit. Zoti t'ju jep jetë gjatë, shëndet dhe shumë suksese në misionin tuaj. Faleminderit nga ju. Allah i razi qoftë. Të nderuar televizionist, ju urojmë agjerim të lehtë të pranuar dhe ju falenderojmë që ishit me ne. Jemi në fund të emisionit, deri në takimin e radhës. Asalamu alaikum wa rahmatullah.